Breshka ime është lasët mas 2 muaj dhe për pak ishte duke u kthyer në gjymën grip për zhullit. Zhulse, Sonila, se s'po lan makinën. Ç'a të bëjmë? Kjo është gjendja më skandaloze se ka qenë ndonjëherë makina ime, por karashi ka qenë ftoft, kam qenë edhe unë smur dhe nuk është se kemi pa dia. Jo, kësaj radhe nuk kam numëruar shishe që kisha në makinë, por kisha shumë. Pushimin e drekës për punë thashë ti ç'a është diell të ikit like këtë makinën se s'te duroj më. Por para se munis për ta pas makollajt vendosëm me mushni qesën me gjithë mbeturinat. Nuk e di a e shihni, besoj se e shihni diferencën në ngjyrës. Kisha harru se sa e lodhshme ishte me la makinën edhe isha tu bë ujin e djersë me atë pallët e gjatë, isha vesh shumë trash. Po shihni dritën time se sa e bukur është bë. Mundova me tha këto xhamët me këtë rrece që nuk ishte rrece e duhur, po nejse, dhe pastaj kalova te tapetet, i shkuna dhe aspirova çdo gjë. Them sinqerisht jam ndjesh shumë në faj se kam lënë breshkën time, drita e syve të mi në këtë gjendje për kaq shumë kohë. Dhe më në fund breshka ime ishte po aku, xiz. Këtë diell pastaj shkëlqente akoma më shumë si pronarja me pak fjalë. Vendosi çik muzikë për të tundë sa më mirë dhe u ktheva në punë me llampën e kuqe.